Prindit e mi kanë rritur 9 fëmijë, 3 vajza dhe 6 djem. Po tash ne vajzat jemi martuar, kujdesemi sa të mundemi për prindrit, po vllaznia nuk po kujdesen, as nuk flasin me ta, edhe nëse flasin gjithmonë vetëm gjejnë diçka që më i kritiku. Babi jem, pra baba im, është pensioner, pra është në pension, nuk ka mundësi me përballu shpenzimet e ilaçeve të jetës. Edhe të jetës. 3 djemtë ka jashtë Kosovës dhe një e ka afër me shtëpi, po asnjëherë nuk i fol, edhe nëse është në rrugë nuk i flet babit. Ka shumë gjëra, mirë po unë si një vajzë që shqetësohem, për ta dëshiroj të di në një mendim ose këshill nga ti, sepse prindit shumë po vujnë pjesën që djemt, edhe nëse vinë me pushime, nuk vinë me i taku prindrit e tyre. La ilaha illallah. Allahu musta'an. O motër, juve Zoti ju rujtë, ju dhon të hajër, munoni të boni çfarë keni mundësi për prindrit e juaj, ndërsa këto djemt do t'ja shohin kësaj pune. Do t'ja shohin. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, ndër mëkatet që Zoti e përshpejton në dëshkimin e njeriut në këtë botë para botës tjetër, është kputja e lidhjeve të gjakut, mos respektimi i prindërve. Subhanallahu, thot mos respektimi, jo në këtë lloj gjendje. Po elhamdulillah që ka ditë gjykimi. Elhamdulillah që ka ditë gjykimi. Do të dëshiroja që këtë video ata ta dëgjojnë, e ndoshta udhëzohen e orientohen, se kanë për t'u bë fëmijët e tyre më keq se sa po ja bëjnë ata prindërve të tyre. Vallahi bilaj për Zotin e madh. E dini historinë një atij që shkoi me hudh babën në mal. I tha baba, tha, kur e kuptoi, tha jo këtu, tha, po ka i guri atje. Filloi me qesh ky. Tha pse o bab ka i guri atje, tha se ka i guri atje, kom hudh babën timën, tha. Të paktën palaj këtu në këtë botë. E po çuni kishte qellu më i mençëm. A kështu që e ka puna, tha. Hajde dhe jeri në shtëpi, tha se s'kam vakun, tha me vujt njëtë një gjë.